veçurin e namazit e tregon edhe vet urdhëri nga Allahu Xhaleshanuhu për të ndërtuar vende për falje, xhami. Për obligime tjera nuk ka kërku, për shembull për zeqatin, apo për agjerimin, edhe obligime tjera ka plot vend special. Jo se nuk bën jashtë atyre vendeve speciale që janë, por ajo urdhër, vet urdhëri për me ndërtu xhami faltore, tregon domethënë se me të vërtet namazi, apo ajo gjë që kryhet në xhami, ajo e ka domethënë shumë një rëndësi të veçantë tek Allahu Xhaleshanuhu. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po edhe ajetet kuranore, Allahu Xhaleshanuhu bie fjala në surën At-Tauba ajeti 18 thot: Innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir. Me të vërtet, ndërtimin e xhamive e bëjnë kush? Ata të cilët besojnë në Allahun dhe në ditën e gjykimit. Pra, urdhër për ndërtimin e xhamive. Ajo tregon normal, kur urdhëron diçka për ruajtjen e diçkait, ajo tregon se ai diçka ka rëndësi të madhe te ti. Prandaj urdhëron që të ndërtohet për hir të asaj gjëje, të ndërtohen edhe objekte.